Një tjetër akuzë për korrupsion vjen nga opozita. Sipas LSDM-s, një skandal i ri korrupsioni po trondit qeverinë e Mickovskit dhe Ministrinë e Bujqësisë, duke u lidhur sërish me kriminalitet ndërkufitar. Nga LSDM thonë se drejtori i arrestuar i Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi, Vase Anakiev, ka kërkuar rishfet prej 100.000 eurosh për të lejuar import të mallrave që nuk i plotësonin kushtet. LSDM thekson se rishfeti është negociuar përmes një ndërmjetësi, një shpediteri, ku sipas partisë kësti i parë prej 50.000 eurosh tashmë është paguar. Nga LSDM thonë se skandali më i madh i narkotikave me 5 ton drog që përfundoi tek një funksionar i partisë së tyre si Motër, SNS në Serbi. Siç thon ata, ishte i lidhur me kontraband përmes kufirit, ku deri më sot ende nuk është zbardhur. Nuk është e mundur që një drejtor të jetë i përfshirë vetëm në skandale të tilla, pa një rrjetë më të gjerë dhe pa mbështetje institucionale. Ka pasur edhe një rast tjetër ku arrestua një drejtor nga VMRO, gjithashtu për rishfet prej 50.000 eurosh, pas së cilës u pezëllua programi i parë të përbujqit. Nuk është e mundur që të ketë kaq shumë korrupsion në nivelet më të ulta, ndërsa ata në krye të ministrisë dhe në qeverinë më të korruptuar të Mickovskit të mos kenë ditur, deklaron LSDM. Ndërkaq, nga partia në pushtet, VMRO-DPMN thonë se LSDM është një parti që në vend që të luftoj krimin dhe korrupsionin, e toleron, e mbulon dhe e mbron atë. Sipas VMRO-DPMN-s, në strukturat më të larta partijake, ende gjenden persona me vendime gjyqësore. Në vend që të distancohen dhe të dënojnë, si në rastin e Artan Grupit, Filip Andov, Stokol, Bisera Konstantinovska, Stojqevska, ish drejtori i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkët, LSD, hesht dhe injoron krimin dhe korrupsionin, sidomos të ish funksionarëve të vet, gjë që e minon edhe më shumë besimin e publikut. VMRO-DPMN deklaron se gjatë periudhës së kaluar, publiku ka qenë dëshmitar i shumë afermave dhe dyshimeve për korrupsion të lidhura me ish dhe aktual funksionar të LSDM-s. Dhe sipas tyre, në vend të një dënimi të qartë dhe zbardhjeve të rasteve, LSDM ka zgjedhur të heshtë. Ata thonë se nëse LSDM vërtet angazhohet për drejtësi dhe sundimin e ligjit, atëherë të distancohet qartë nga të gjitha dyshimet për krim brenda radhave të veta dhe sipas VMRO-DPMN-s të mbështes një hetim të plot, të pavarur dhe transparent për çdo rast ku ka dyshime për krim dhe korrupsion.